Mashtronte qytetar dhe u merrte shumë parash, arrestohet 64 vjeçari në Tiranë. Policia e Tiranës ka arrestuar një 64 vjeçar identifikuar si Spiridon Lito, i cili akuzohet për mashtrim ndaj qytetarëve me qëllim përfitimi financiar. Sipas njoftimit zyrtar të policisë nga hetimet e bëra, ka rezultuar se Lito ka qenë i dënuar më parë për të njëjtën veprimtari. Nga hetimet, ka rezultuar se ky shtetas me anë të mashtrimit përfitonte shuma të ndryshme parash nga 500-1000 euro nga qytetarë të ndryshëm, duke ju prezantuar si mik i fëmijëve të tyre që jetonin jashtë vendit. Njoftimi i policisë finalizohet nga Komisariati i Policisë numër 1 në drejtimin e prokurorisë, operacioni policor i koduar The Friend. Përfitonte shuma të ndryshme parash nga qytetarët me anë të mashtrimit, vihet në pranë nga 64 vjeçari i dënuar më parë për të njëjtën veprimtari. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë numër 1, si rezultat i hetimeve të kryera me metoda proaktive në drejtimin e prokurorisë, finalizuan me sukses operacionin policor të koduar The Friend. Në kuadër të këtij operacioni u bë arrestimi i shtetasit SL, 64 vjeç, banues në Tiranë. Nga hetimet ka rezultuar se ky shtetas me anë të mashtrimit përfitonte shuma të ndryshme parash nga 500 në 1000 euro nga qytetarë të ndryshëm, duke ju prezantuar si mik i fëmijëve të tyre që jetonin jashtë vendit. Materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale.